Ta është ti më të thonë të drejtë, na pak kemi prit se për na vinë edhe përforcime nga ona tjetër, për shembull, po vinë nga atëherë ka qenë Prapaqoni dhe Barani, kanë qenë 2 kazerma, 2 shkolla ka pasur shtar boll në atë kohë. Edhe ka qenë kazermën e Prapaqonit, ka qenë Tahir Zemaj, ka qenë Nazif Ramabaja, kanë qenë ata e prorë ushtarak, ku ka pas gjë më mirë, edhe ata kanë qenë prorë ushtarak, ku ka pas gjë më mirë, sikur më luftu edhe ata. Nuk ju erdhën ndihmë. Edhe nuk na kanë ardhur ndihmë. Jo, as nuk e ndal pi kazermes. Çak këta të Baranit edhe kanë ikë pi kazermes, i largu krejt pi kazermes. Se tash ti të kom fakte, se më kom fakte që unë më ka qenë kazermë, pasi që jem plague. Ka 10 ora kanë ardhur disa fshatar që kanë pas dikush ma nxerrë, dikush këtu që kanë pas shefne, civil që kanë qenë, nuk kanë qenë kështu në luftë, na kanë ardhur, na kanë ndihmue. Po. Fshatrave tak tuk aty, po. Po nuk mjaftoi kjo ajo, dashkëmarrë ushtria. Edhe Ramushi ka qenë në zonën me betejë, nikoni çfarë po them. Çdo ditë ka pas betejë, prapë Peceko, se Peceka edhe më herët. Po. Aq shumë koni në zonën e Ramushit, se nuk ka mujt më marr frymë për betejave. Çdo ditë ka pas, çdo fshat që i kanë solimuar që kanë. Shkijet. S'u më thon serb, që po do të pi privilegjoj. Unë i them shkija aty, nuk di ç'i më thon ndonjë nai. Ata janë kon shkinë, ai kon shqiptar. Edhe nuk na kanë dalë ndim kërkon, nuk kanë ardhur, s'kenda tha, nuk ka lidhje. Veç në me ushtar do i më rezistu. Edhe kem rezistu. Ka mesi dic, ne ishim ata ku janë. Na gjujshin pe helikopterave, gjujshin pe tananëve. Unë kom marrë pjesë disa betejë, po ashtu më ta thënë drejt për çashtu më gjujt, çashtu më na gjujt ata ne më kon aq. A di nuk s'di. Me u sulmu vazhdimisht. Po vazhdimisht, për shembull nuk ndajshin hiç. Për të ndjekur episodin e plot, bëni subscribe në kanalin Miranda Shala në YouTube.